Paraja e falsifikuar e hedhur në treg nga organizatat kriminale dhe trafikantëve mbetet ende një sfidë për institucionet përgjegjëse dhe shoqërinë. Pavarësisht se masat e sigurisë të kartmonedhat janë shufishuar, sërish falsifikatorët arrin të prodhojnë para false me një ngjashmëri tepër të madhe me origjinalin. Por çfarë është falsifikimi i paras? Falsifikimi i paras është prodhimi i monedhave dhe kartmonedhave nga një person apo organizate ndryshme nga Banka e Shqipërisë, e cila është institucioni i autorizuar me ligj për këtë funksion. Niveli i falsifikimit të paras son është i ulët, kjo fal edhe teknikave të fabrikimit të kartmonedhave shqiptare. Sipas Dritan Zoto, ekspert i qendrës shkencore, më së shumti në treg qarkullon euro, e cila injektohet nga tregu i vendeve fqinje, e më pas kjo sasi qarkullohet në tregun shqiptar. Jemi në qendrën shkencore dhe ekspert. Kjo qendër ndihmon komunitetin për të ekzaminuar paratë e falsifikuara. Si është situata aktuale me paratë e falsifikuara? Pra, sipas testimeve tona deri tani ka rënë fluksi i kartmonedhave falsifikuara shqiptare, po ndërkohë që vazhdojnë kartmonedhat e tjera siç janë kartmonedhat euro, që kanë një luhatje sipas statistikave të ndryshme. Megjithëse janë bërë goditje të mëdha nga policia për grupe të ndryshme falsifikatorësh, përsëri fillojnë të qarkullojnë kartmonedha të falsifikuara. Por tham, kartmonedhat shqiptare, duke qenë se kanë shumë elementë sigurie, pavarësisht se është dhe kartmonedha e re që ka dalë në qarkullim me prerje 2000, vazhdon të falsifikohet, por përsëri njerëzit janë në gjendje që ti kuptojnë, pra ti dallojnë kartmonedhat e falsifikuara. Mënyrat më të thjeshta për njerëzit për të dalluar kartmonedhat e falsifikuara është motoja preke, shikoje, lëvize, kontrolloje. Përgjatë historisë janë falsifikuar jo vetëm paratë, por edhe piktura, bizhuteri, bileta lotarie, karta krediti e shumë objekte me vlerë. Kuptohet që sa më shumë vlerë të ketë diçka, aq më shumë falsifikatorët do të mundohen ta falsifikojnë atë. Eksperti Dritan Zoto deklaron se sa më shumë rritet masat mbrojtëse, aq më tepër rriten edhe përsosmëria e falsifikatorëve, ndaj njerëzit duhet të kontrollojnë në vazhdimsi paranë. Sipas tij, për herë të parë në Shqipëri është pikasur falsifikimi i kartmonedhës 500 lekëshe. Cila është paraja e parë që ju jeni përballur si një para e falsifikuar? Sa ka qenë vlera e saj dhe në ç'vit ndoshta nëse e kujtoni? Kartmonedha e parë ka qenë kartmonedha shqiptare me prerje 500 lekë, që kishte në anën e përparë me vajzën me lule, ashtu titullohesh, ishte prodhimi prerje emisioni vitit 1991 dhe me njerë u doli në treg sasia e parë e falsifikuar. U bën shumë analiza për të përcaktuar elementet e sigurisë së letrës, të bojës, pra metodat e falsifikimit, dhe u arrit të konkludojë se në ato kushte në të cilën ndodhesh vendi jon në ato vite, ishte pamundur që ajo të ishte prodhuar në Shqipëri. Më vonë në bashkëpunim me vendet e tjera, policitë e tjera, u vërtetua se ai ishte shtypur në Itali, mas azgjësimit të një grupi falsifikatorësh u gjendën dhe kopje të kartmonedhave shqiptare. Në fakt ju kujtoni që kartmonedha e parë është kartmonedha 500 lekëshe, por tentativat e le të themi grupeve kriminale kanë qenë vetëm në falsifikimin e kartmonedhave me prerje letër, apo ka pas dhe në ato të prerjeve metalike, siç i quajmë rëndom të xhetonave? Xhetonat kanë ndodhur më vonë. Në ato vite nuk ishte njëri interes të falsifikonte xhetonat. Po më vonë nga kur dolën me këto monedhat e reja, për herë të parë filloi edhe 500 lekëshi që është kapur i prodhuar i falsifikuar. Domethënë ishte prodhuar me 2 gjysma, të cilat ngjiteshin midis tyre, që ishte shumë e kollajshme për ta konstatuar. Më vonë tani filloi të qarkulloj 500 lekëshi prap i falsifikuar, që ndryshon shumë pak nga ngjyra e originalit dhe nga pesha. Por ajo vazhdon qarkullon dhe njerëzit nuk i vënë shumë rëndësi xhetonave ose ato që thatë ju metalikeve, monedhave. Ju veç funksionit të ekzaminimit apo të bashkëpunimit me policinë e shtetit, kryeni dhe rolin e trajnuesit për sa i përket si grupit të interesit siç janë bankat, exchange-et, por edhe në raport me qytetarët. Si bëhet ky trajnim? Ne përgatisim dhe manuale ku punojësit që marrin pjesë në trajnim të dallojnë dhe t'i kenë gjithmonë parasysh elementet e falsifikimit. Tu kemi një nga faqet ku kemi 2 fotografi të kartmonedhave të falsifikuara dhe 2 fotografi, domethënë 2 anët e ana përpara më në mbrapstë kartmonedhës specimen. Dhe po ta vinë ra ju më njëherë dallohet tonaliteti ndryshëm i ngjyrave. Për shembull si franga, si leku shqiptar, motoa që tham, preke, shikoje, lëvize për të kontrolluar elementet e sigurisë. Pra me anë të këtyre manualeve, katalogjeve, ne ndihmojmë që t'i kenë gjithmonë parasysh ku t'i kontrollojnë
kartmonedhat e falsifikuara. Do donim që të kishim mundësinë dhe për teleshikuesin e A1 Report të shikonim në laboratorin tuaj se si kryhet një procedurë ekzaminimi nga fillimi deri në fund. Patjetër ti shikojmë rast pas rasti të gjitha elementet e Kemi kaluar në laboratorin e ekzaminimit të parave dhe me ekspertin Dritan Zoto do të kemi mundësi të shikojmë cili është ndryshimi ndërmjet dy kartmonedhave, njëra e ligjshme dhe reale dhe tjetra e paligjshme dhe e falsifikuar. Pra një nga elementet e parë të sigurisë është filigrana. Pra është një figurë e cila futet në brumin e letrës. Dhe më pas kur mbaron gjithë kartmonedha shikohet kundrejt dritës. Ne vëmë re që tek e falsifikuara mungon elementi i sigurisë. Një element tjetër që prapë njerëzit kanë mundësi ta shikojnë kur e kthejnë kartmonedhën kundrejt dritës, është filli i sigurisë. Pra tek ajo që është origjinale evidentohet filli, tek e falsifikuara nuk evidentohet filli i sigurisë. Mungon filli. Tani po ta vini re, prapë tu kemi ato që në gjuhën teknike quhen mikrotekste. E po t'i zmallojmë tani këto, ne do të vëmë re që kemi shifrat e vlerës. Të shkruar 500 lekë. Pra shifra e vlerës së prerjes. Pra te filli i sigurisë evidentohet mikroteksti në formën e vlerës prerjes. Kjo ishte një nga metodat e thjeshta. Pastaj kemi metoda më të sofistikuara që kërkojnë pajisje të tjera, siç është aparati me rreze ultraviolet. Këtu kemi kartmonedhën origjinale, në të cilën evidentohen elementet e sigurisë në formën e fizave, që kanë ngjyra të ndryshme. Filli i sigurisë përsëri ka ngjyrë të ndryshme, si dhe një vizatim me vlerën e prerjes. Po ta kthejmë tani tek e falsifikuara, i vëmë re që është e gjitha është me fluorescencë të bardhë dhe i mungojnë të gjitha elementet e sigurisë. Pra këto janë metodat, disa nga metodat që përdoren për ekzaminimin e kartmonedhave. Pastaj kemi metodat të tjera. Për shembull tu e kemi me ultraviolet duke duke ekzaminuar anën e prapme të kartmonedhës. Që siç e shikojmë prapë tek origjinali evidentohen elemente sigurisë, te falsifikuara nuk ka asnjë element sigurie. Çka shikojmë nga pamja që edhe drita nuk deporton e tëra. Tani kjo ishte një kartmonedhë, po të shikojmë një tjetër, do shikojmë që kanë imituar elementin e sigurisë në formën e filigranës. Pra siç e kishte origjinali figurën, janë munduar që ta imitojnë. E si mund të bëhet dallimi ndërmjet të dy prerjeve të kartmonedhave euro? Marrim një element të thjeshtë që ja tham, duke shikuar kundrejt dritës. Nuk ka elementin e sigurisë të letrës. Atë që sapo folëm për kartmonedhën shqiptare, është elementi i hologramës. Dhe po ta shikojmë edhe këtë, përsëri holograma nuk ndryshon as ngjyrat as vizatimet. Po mbetet e njëjtë. Po mbetet e njëjtë. Pra ky është një element që e kanë bërë për t'i dalluar njerëzit me sy të lirë, pra me shikim të lirë. Nuk ka nevojë të kesh gjithë këto mjete për të parë ndryshimin e ngjyrave dhe të vizatimit. To janë detaje teknike që të shërbejnë që në një të përditshme të kesh mundësi që duke lëvizur kartmonedhën në kënd të drite ta dallosh. Ku haset përdorimi masiv i këtyre sasive të parave të falsifikuara? Falsifikatorët mundojnë që t'i heqin nëpër njerëz që janë me moshë të thyer, që nuk shikojnë mirë, ose në vende që nuk kanë shumë ndriçim, pra për të parë ato elemente sigurisë që ne folëm. Në tregun e lirë ose në sasirat më mëdha kur bëjnë derdhje nëpër bank që edhe mund të kaloj. Një mesazh i fundit nga kjo qendër për ata që falsifikojnë këto para. Falsifikatorëve, unë gjithmonë them mos u merrni me këtë sepse është vepër penale. Megjithatë sado që të mundohen, është e kot që të vazhdojnë të falsifikojnë sepse do humbasin paratë e tyre. Kushnerua nga kartmonedhat e falsifikuara. Në ndjekjen dhe ndalimin e kartmonedhave të falsifikuara është përgjegjëse policia e shtetit tonë. Qëllimi i falsifikatorëve është të mashtrojnë të tjerët për t'u pasuruar në mënyrë të padrejtë. Për këtë arsye, falsifikimi i parasë është krim dhe për të dënohesh me burg. Operacionet kanë qenë të shumta, kemi arrestuar dhe goditur njësër organizatash kriminale, është prehur Arjan Hoxha, shefi antikrimit ekonomik në drejtorinë e policisë Tiranë. Në
antikrimin ekonomik të Drejtorisë të Policisë së Tiranës. Si paraqitet kjo situatë dhe cilat janë krimet ekonomike që janë rishfaqur apo janë në vijshmëri këtë periudhë? Kundër falsifikimin e monedhave dhe letrave me vlerë, mënyrën se si veprohet nga kontingjenti kriminal në këto fusha dhe veprimet konkrete që ka ndërmarrë sektori ynë në luftë kundër tyre. Unë dua t'ju veni djeni se për këtë vit janë realizuar disa operacione ku janë goditur dhe janë arrestuar mbi 20 persona të cilët merreshin me hedhjen në treg, me prodhimin dhe shpërndarjen e parave të falsifikuara, e letra me vlerë. Ndër operacionet më të suksesshme unë do të veçoja operacionin policor Porosia, ku janë arrestuar 4 shtetas dhe janë sekuestruar mbi 5 milion lekë të falsifikuara, të cilat ishin gati për të hedhur në treg. Të ndalemi pak tek këto operacionet kur ndër më pikanti është operacioni Porosia me një sasi prej 5 milion lekësh. Nga verifikimet apo nga hetimet tuaja, kjo është një para kesh dhe është një kartë monedhe shqiptare, një kartë monedhe huaj, dhe si është rrjeti i këtij trafiku? Është një prodhim i cili bëhet në Shqipëri, injektohet kjo sasi parash nga jashtë, apo njerëz të caktuar vendosin të bëjnë të tillë trafiku? Këto kartë monedha janë kartë monedha shqiptare, por ka raste që janë dhe kartë monedhat e huaja euro, edhe me rrallë kemi dollar. Këto kartë monedha kryesisht vinë nga jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, vinë nga Maqedonia, vinë nga Kosova, nga Malizi, nga Bullgaria. Pra kryesisht në bazë informacionit që ne kemi, janë grupet tona janë më shumë në rolin e shpërndarësve dhe të hedhjes së tyre në treg sesa në rolin e prodhuesve të tyre kartë monedhave. Me gjithë hetimet e plotë, pra nuk është arritur që të faktohet që brenda territorit tonë ka baza të mirëfillt të falsifikimit të kartë monedhave. Ku injektohet më shumë apo ku pastrohet më shumë kjo para? Shikoj që ka një tkurrje në veprimtarisë kriminale në këtë drejtim. Bën kryesisht tek moshat e mëdha, tek njerëzit që nuk kanë kontakt të vazhdueshëm me para. Mund bëhen në tregje, mund bëhen në dyqane të ndryshme në supermarkete, atje ka tendencë më të madhe që të hidhet në çakullim. Paraja shqiptare në raport me mundësitë e falsifikimit, është një para e sigurt për të qarkulluar në treg? Paraja shqiptare mendoj që është një nga paratë më të sigurta pasi ka disa element sigurie bashkëkohor, sidomos për erët e reja, 2.000 lekë, 5.000 lekë, kanë element sigurie shumë të evoluar në raport edhe me kartë monedhat e vendeve tjera perëndimore. Pra hyn ke paratë që nuk është e lehtë për të falsifikuar. Megjithatë, falsifikatorët si në çdo vend tjetër të botës mundohen që të përfitojnë në mënyrë të kundërligjshme duke marrë përsipër falsifikimin dhe prandaj dhe them që nuk është se ato para mund të hidhen në treg tek persona që kanë kontakt të vazhdueshëm me paranë që njihet lehtësisht, pra nuk arrin që ti profesionojnë këta element sigurie. Çfarë duhet të bëjmë nëse kuptojmë që një kartë monedhe është e falsifikuar, ndërkohë që kjo dukuri nuk mund të zhduket njëherë përgjithmonë kur teknologjia dhe krimi përparon duke u sofistikuar dhe përdorur metoda deri në inteligjente, përgjegjësia mbetet sa individuale aq edhe shtetërore. Kontrolli i imtësishëm i çdo kartë monedhe si dhe denoncimi në çdo dyshim të hasur mbetet forca e përbashkët që mund të minimizojë këtë fenomen, për të cilit askush nuk është i mbrojtur dhe çdo kush mund të kontribuojë për ta luftuar.